Do më thonë, tek Allah Azza Jall një ditë është ma shumë. Nësa të na është të një ditë, nuk llogaritet ma shumë. Për to muslimani duhet me e kuptu që llogaritet tek Allah Azza Jall me ditë janë me numër më të madh, ju se për numrin tonë që është një ditë. Do njëve ju vëllezër, ne llogaritmi do më thonë ashtu që thash me ditët e tona. Mirë pa Allah Azza wa Jall tregon në Kur'an thotë: "Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila-al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddun." Me vërtetë tek Allah Azza wa Jall është ai i cili çështet ngritën tek por Allah Azza wa Jall, çështet e dynjës, çështet e sendeve që është në dynjë, që i bojnë veprat, krijesat, por tek Allah Azza wa Jall ngritën ata mendja një dite. E më pas Allah thot: "E atë ditë thot ju e numërani mimma tu'uddun." Thot atë ditë është numërim sa 1000 vite. Përndaj, subhanallah. Ta thonë tek Allah një ditë, tek na llogaritet 1000. Tek Allah Azza wa Jall është llogaritja më e madhe, ngritja e veprave tona na që i bojmë, tek Allah Azza wa Jall llogaritet një ditë me një numër më të madh. E llogaritën tonë me vëmë shtiq ata një ditë tek Allah i del alf sanati mimma ta'uddun. Sa 1000 vite llogarie që ju e bani. Për to ju vëllezër, gjithashtu Allah Azza wa Jalla tregon Kur'an thotë: "Ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin." Allah thotë me vërtet melekët që ngritën qej, sikur Gjibril që ngritët qej që shkon tek Allahu Azza wa Jall. Mrena një dite që melekën ngritën, një ditë tek Allah, melekën ngritën, thot miqdaruhu 50,000 sana. Llogarita e saj është sa 50.000 vite. Prandaj, një melek i cili ngritën për tek Allah, që shkon Gjibrili me dal para Allahut. Një ditë tek Allah. Mirë po llogarinë që Allah thot ju mundi me adhan ata, me kohën e ju është sa 50.000 vite. Shiko, 50.000 vite. Subhanallah. Pasaj vëllezër, me gjithta që na i thanëm, e kemi edhe natën e Kadrit. Nata e Kadrit ku ka zbrit? Në muajin e Ramazan. Da po fjera Allah ka zbrit në muajin e Ramazan. E Allah çka po thot për natën e Kadrit? Që Zoti ka zbrit natën e Kadrit. Po thot është me llogarinë e juve sa 84 vite. A me utani? Nësë elfe shahr, nësë 1000 muaj. Që ta Allah në Koran, sa 1000 muaj dhe më thonë është natë e Kadrit. Ka më vlerë sa 1000 muaj. Qëta 1000 muaj, Allah për e në llogarin me jetën tonë, me llogarin tonë. Dhe një natë ka ndohë, ka zbrit. Natë e Kadrit në ka zbrit, dhe më thonë natë e Kadrit, Korani ka zbrit në ta. Mirë po, llogarin tonë sa i bjenë sa 84 vite. 84 vite. E që ka një në jetë me kuptu e vëllezër që paramendaje me këto llogari që na i thash, që në fillim një ditë sa 1000, me lejkët me shkutër për tek Allah një ditë sa 50.000 vjetë. A thu val, çfarë llogarie na e marrmi sokor tër jetën tonë, po jetojmë për shembull 80 vjetë. 60 vjetë e ke arrit natën e Kadrit. Shtënja lapsin 60 vjetë, ka 83 vjetë, 84 vjetë. Sa po dalin? Llogari e madhe dhe e shumë. Në shika se qysh Allah Azza Jall i jep vlerë, natës e Kadrit. Prandaj të 60 vjetë me nëzon natën e Kadrit. Një natë 83. 60 vjetë me po llogari me 83, sa po del? Subhanallah.
Po për tek Allah Azza wa Jall, që shtanë, ngritën veprat e kështu me radhë, 1000 vjet është, na thonë një llogari që as truni ndoshta nuk na ka, subhanallahu, se sa vlerë ka, domethënë nata e kadrit. Për ta Allah Azza wa Jall na tregon në Kur'an. Allah Azza wa Jall na tregon në Kur'an, thotë: "Wa ma adraka ma laylatul qadr." E çka të shtyni ty o Muhammed për me lyp natën e kadrit, për me ditë natën e kadrit? Çka po të shtyni ty për me lyp natën e kadrit? Çka po të intereson ty nata e kadrit? Apo ki qenë për ditë vlerën, pozitën, madhështinë e kësaj nate? Pastaj Allah më thotë: "Khairu min laylatul qadr khairu min alf shahr." Nata e kadrit është 1000 muaj ka vlerë. Allah i tregon ato që për lyp ti, e di e mirë që ka vlerë nata e kadrit është 1000 muaj ka vlerë. قال السعدي فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر. السعدي një prej komentatorëve të Kuranit thotë vepra e cila bëhet në këtë natë është më e mirë se sa 1000 muaj. Prandaj te 1000 muaj ndoshta e ke bënë një vepër të njëjtë, nuk është interesant tek Allahu Azza wa Jall. Mi po qatë natë që e ke bënë qatë vepër është më e mirë që ajo vepër se sa 1000 muaj tjetër që e ke bënë. Subhanallah. Çka jep këto me kuptu? Këto jep me kuptu rëndësinë e kohës tek Allahu Azza wa Jall. Veprat e cilën ti ke bëj jashtë Ramazanit, jashtë natës kadrit, ajo është për ty. Amo natën që Zoti ka zbrit natën e kadrit është e Zotit. Ta ai llogaritë ka vlerë më shumë tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj قال المجاهد القدر ليلة الحكم. Thët Mujahidi, thët me të vërtet nata e kadrit është nata e caktimit me urtësi. Është pse ka thujt kadr, nata e caktimit. Allahu Azza wa Jall cakton me urtësinë e tij se çka do ndodhë mërë një vitit për çdo krijesë. Sa ka me jetu, çfarë rrecu ka me hangër, a ka me qenë i smut, a ka me qenë i shnosht, çdo semra një vitit që ka ndodhë, Allah Azza wa Jall e cakton me urtësi këtë natë për krijesat e tij. قال البغوي سميت القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام. Thot el-Baghawi në tefsirin e tij në Sutul Qadr thot është quajtur el-Qadr, nata e Qadrit, Qadr, thot shkaku që kjo natë caktohet çdo çështje në mënyrën e ahkam. Në mënyrën e të rregullave të Allahut Azza wa Jall, në mënyrë të përkryer caktohen çështjet e krijesave të kaderit, çka ka të bëjë domethënë me kader. Pastaj e vëllezër, قال ابن الجوزي سميت القدر من الضيق تضيق الأرض عند الملائكة الذين ينزلون. والشوي domethënë القدر domethënë ngushtim po thot. Pse u shujtë ngushtim nata e kadrit prej melekët që zbresin prej qive në tokën tonë, domethënë nuk ka vend më të llavë që ka melek. Për që ato është shumë edhe kadër, ngushtic, domethënë ngushtohet vendi i tokës aq shumë që melekët zbresin. Apo që shkarën tas vetëm në koment prej sahabëve, asnjë melek nuk rrin qej, krejt melekët zbresin në tokë. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Zbresin krejt melekët. Dhe zbret edhe meleku Gjibril. Asnjë melek nuk rrin qej, krejt zbresin në tokë. Subhanallah. Çfarë para urtësie. Edhe krejt melekët po zbresin në tokë. Edhe meleku Gjibril. Por çka? Por caktimin që Zoti është të caktuar. E qysh na me prit natën e kadrit kur Zoti e cakton. Edhe na do të me adhuru Allahun kur Allah e cakton. Edhe miron sejtë me thonë Zot, te ai i cili cakton kaderin dhe më ju bindë Allah të Azza. Pastaj o vëllezër, قيل لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله. Vepra gjithashtu quhet qadr,
vepra e cila bëhet në ta vepra e mirë, ka pesh tek Allahu Azza Jall, dhe për ta Allah e ka qytë qadr në Ramazan. Shkaku i namazit, shkaku i dhikrit, shkaku i Koranit që bëhet në këtë natë, Allah e ka qytë qadr, se ka pozitë dhe vlerë tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj Allah dhe thëtë tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr, tanazzalu kullu malaika min kulli samai wa min sidratil muntaha. Subhanallah. Dhe ato që e tanën, që Allah të rëganë në Koran thëtë, zvejsin me lejkët dhe zvret me lejku Gjibril. Dhe zvejsin këtë me lejkët shka ka në qej, deri edhe me lejkët që janë sidrë mund të herë, dhe më thonë, sendi ma i fundit në qej, edhe ata me lejkët zvejsin në to. Selamun hia hatta matla'i al-fajr, e ka për qëllim aja not deri në agim është dhe më thonë në faqe, deri sa të lind agimi vërtet, dhe më thonë janë faqe. Pse janë faqe? Nga se janë meleket, prezantojnë meleket. Huet teslimu melejketu ala ehli l-mesajid. Një për komentatorët Koranit thëtë, pse Allah ka thonë se kjo natë deri në agim është faqe, ta shkaku që meleket zbresin dhe i përshëndesin njerëzit në për xhamia që bujnë adhurimet. Subhanallah. Kjo është ajo vëllezër, e lusmi Allah në Azza sot do që këta fjallë të pakta dhe të shpejta që Zotit na mundson me arrit natën e katërit dhe me ardit vlerën e natës katërit, përderisa me lejkët ja dim vlerën kësaj nate, edhe na duhet me qenë gjë të tillë që me ardit vlerën kësaj nate, nga sa Allahu vendos me caktimin e tij dhe dëshirën e tij, dhe për ta na duhet me ron Zotin sejdë dhe mu pajtu dhe me lut Zotin për çështën që na kemi nevojë derisa vdyshan edhe ka derë përmes lutjeve të tona.